Para se me dalte një fotografi e një miku tjetër të shumë të veçantë, po du me ndalte një moment humanizmit tëndin, që e ke premtu para shumë viteve dhe që po e bën ande, që labi gjithmonë shkon në përshkolla, mban ligjërata tek fëmijët, kontribon. Madje unë mbaj mend në fillimet e tua në paraqitjet mediale, ke thënë që aq shumë jam shtyp, aq shumë jam bullizu, saqë mision jetës ja kam vënë me intimu qirt, edhe mos me u shtyp, po edhe m'ja dal, mos me e fundos veten siç kam bëhen. Edhe po e bën hala. Po, kjo pjesë edhe për mua është e rëndësishme sepse unë prap njihna si djalë i cili lufton domethënë bullizmin, edhe është aktivist kundër bullizmit. Sado që unë dal në media, sado që unë dal në promovime të ndryshme, unë prap kam mbetë ai djalë i cili e kam çato, domethënë një djalë i cili është bullizuar tonë jetës së sot është një djalë aktivist. Ligjërata në përshkolla me projekte të ndryshme më bën me reflektu edhe më shumë, më sjell emocione shumë të mëdha me thonë të drejtën, se diqysh kur e kthej historinë tim krejt, nuk është që më bën është harmonie dhe komedi komode dhe mirë, po është e jamja dhe pse jo. Prapë ruaj me fanatizëm edhe më shumë. Amo më tregu shumë i sinqert dhe edhe kjo pjesë, gjithësh mi thonë edhe para tjerëve që ato dopsi, më me thonë dopsi të minjat, dhe pak, nuk është të lehtë, edhe sot kër e shoh vetën në ekran, tam që shka guzu më këtë djallë me dalë në ekran, po që shka guzu me shku edhe kaj në emision, do me thonë, se di. Ka njerë edhe menoj që... Nga realiteti që po përjeton çdo ditë me fëmijë, a ka përmirësim shoqënia jonë në këtë drejtim karshi bullizmit? Nuk e besoj. Çdo ditë unë e shoh, çdo ditë marr edhe mesazhe në inboxin tim, çdo ditë kur takon në takime të mia edhe në projekte në përshkolla që bëj, e shoh që është bullizmi ton kohë gjithmonë me neve. Kështu që na ajo që kam dëm shumë, po bullizohemi edhe prej njerëzve të cilët i shohim nëpër, domethënë njerëz që janë të rëndësishëm, na mendojmë që janë të rëndësishëm, kështu që kjo dëm edhe më shumë. Na po shtypemi për njerëzve që i kemi vendosur në krye të detyrës, imagjinojmë prej fëmijëve të tjerë. Çka ju thu fëmijëve kur i sheh që janë pak më të shkelur, sepse mund ta nuhasësh pak atë energjinë? Po, përmes video mesazheve të cilat na e përgatitëm, që edhe për shihet lart, reflekton shumë. Domethënë një djalë i cili domethënë që shifet, edhe që është sot mandej është një farë video që na e mundohemi me dhënë përmes saj, ka reflektime shumë të mira. Por prapë mendoj që kjo shoqëri duhet me punu shumë këtë drejtim se Megjithëse se personi që është në këtë fotografi nuk e ka shumë qejf me të qenë publikisht i paraqitur, unë i kërkoj falje nga studio jonë që na kemi vendosur t'ja publikojmë këtë fotografi, por me mirëkuptimin e labit. Është një person që të ka ndihmuar shumë lab. Po, pas daljes tem të parë, Orhan Azifi është psikolog domethënë në Ferizaj. Nuk është që do me dalë në media, nuk do që do me dalë, kam provu me nxjerr, bilet kam provu edhe në thuhet me tjerë, për shanse nuk ka. Dhe ja del salon dhe e publikon. Kërkoj shumë falje, Orhan. Po, domethënë del salon, është salon kime binti që me arë familjen tonë. Edhe unë shumë shpresoj se ka që ka me kallëzu. Orhani domethënë është këtë në kohës edhe me mu. Kishtë qenë shumë e nevojshme për me pas një psikolog. E sot po e di sa është e rëndësishme. Konsultona të në kohës me ta. Nuk e di që shumë me nduru edhe me mbajt. Por të kanë ndihmuar shumë, me dalë prej errësirës. Shumë. Domethënë është prej atyne megjve psikologëve që unë domethënë e kisha pas shumë nevojshme me pas një psikolog, edhe i ftoj krejt që me pas ka një psikolog. Unë e kam edhe fatin me pas psikolog edhe shok, edhe mik, edhe nuk o që e paguj. Orhan, lëpja pagesën lëmi. Se pagumi shumë media. Jo, po bëjmë shaka, sepse po mundohem me shtendonë situatën që Orhani mësë më na thonë me hek fotografi në fund ditës. Ty e t'jumë, domethënë që e ke nxjerr. Unë e kërkova falje, shpresoj që faljen ta pranoj edhe Orhani.